Përshëndetje, zoti kryeministër, zoti ministër, zonja Adelina Ibrahimi. Nga bota e real estate-it, një falënderim për më në fund miratimin e ligjit të rivlerësimit të pasurive të paluajtshme, i cili besojmë që do t'i japi një frymëmarrje shumë pozitive transaksioneve imobiliare. Dhe duke u nisur nga kjo, një pyetje, diçka që ne në fakt si industri edhe nëpërmjet shoqatës tonë area e kemi shtruar disa herë dhe lidhet me pikërisht me tatimin mbi në transaksionet imobiliare, pra 15% tatimin e fitimit mbas shitjes. A mendoni që mund të ishte ndonjëherë një iniciativë për të marrë në konsiderat ulja e këtij tatimi apo të paktën diferencimi, përshkallëzimi kur bëhet fjalë për rezidencat kryesore, për banesat e para të familjarëve dhe mbi të gjitha kur ka një amortizim që lidhet me ato banesa? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Për sa i përket ligjit të rivlerësimit të pasurive të paluajtshme, norma 5% që u përcaktua në këtë ligj mban pikërisht parasysh faktin dhe të amortizimit të banesave. Nga një përllogaritje që ka bërë Ministria e Financave, norma efektive e rivlerësimit që gjithë individët do paguajnë për pasuritë e tyre, po marr një banesë 10 vjeçare, norma e rivlerësimit në fakt do të jetë diku ke 2.4%. Qofse do të marrim një banesë e cila është 5 vjeçare, norma reale e rivlerësimit do të jetë diku ke 3.2%. Pra, norma 5% e rivlerësimit të banesave është vetëm për banesat të cilat janë ndërtuar tashmë rishtasi, që do të thotë nuk ka kuptim të bëhet rivlerësimi sepse presupozohet që objekti ka vlerën reale të tregut. Për sa i përket pyetjes tuaj tjetër, nëse mund të konsiderojmë një ulje të normave tatimore për sa i përket fitimit që rezulton nga transaksionet me pasuritë e paluajtshme, aktualisht Ministria e Financave nuk është duke vlerësuar një gjë të tillë, për vetë faktin sepse ne jemi duke bërë një vlerësim të gjithë kuadrit ton fiskal në përputhje me kërkesat e direktivave të Bashkimit Evropian. Pra ne jemi duke punuar që i gjithë kuadri jon fiskal të njësohet dhe të jetë në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian. Nëse ky kuadër fiskal, pra i Bashkimit Evropian, parashikon që norma tatimore për transaksionet nga pasuritë e paluajtshme duhet jetë më i ulët, patjetër që dhe ne do të konvergjojmë drejt këtyre normave. Ju faleminderit. Vetëm një element tjetër që ne kemi diskutuar në fakt në shumë raste dhe me Narean dhe me shoqatat e ndërtuesve. Unë besoj që sektori i ndërtimit është një nga sektorët që ka pasur mbështetje të politikave fiskale, është një sektor i cili është i përjashtuar nga TVSH-ja. Sigurisht që ne analizojmë dhe shohim së bashku se sa më shumë mund të nxitet dhe sa më shumë real estate-i, qiraja, shitja të nxiten dhe të përshpejtohen, por ne po flasim për një paqe fiskale, jo për një parajsë fiskale. Pra edhe kërkesat e biznesit duhet jenë të rakorduara dhe të kenë një logjik. Do me thënë, zhvillimi duhet të vi bashkarisht, ne duhet të krijojmë kushtet që ju të zhvilloheni dhe për hir të vërtetës, qoftë sektori i ndërtimit, qoftë sektori i real estate-it, ka qenë në vitet e fundit ka pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm, indikuar nga të gjitha kushtet e përmirësuara të kërkesës për objekte. Ndaj, unë besoj fort që politika dhe kuadri jon fiskal në drejtim të këtij sektori janë jo vetëm brenda gjitha atyre limiteve që Ministri i Financave paraqiti për atyre kritereve të Bashkimit Evropian, por ne besoj që jemi në kaun lehtësues të politikës fiskale për këtë sektor. Je para edhe një herë djalit se ka një pyetje tjetër.